Mimra ma përshëndetje miq të dashur, përshëndetje, uroj t'jeni mas mirin botë. Unë vërtet jam shumë e lumtur që e fillojmë 5 net meditim për ngritje të energjisë. Jam shumë e lumtur, sepse do e shihni ju që mundeni brenda pak ditëve me rrit energjinë e juve, me ngrit energjinë e juve, edhe me manifestu diçka ma ndryshe. 5 net mjaftojnë që mu qmen, nëse ju ja lejoni vetës, e tham në aspekt pozitiv, mu qmen pozitivisht, me marrë energji pozitive, me ngrit energjin, do bëjmë edhe disa teknika bashk që do ju ndihmojnë me ndryshu fokus, që do ju ndihmojnë me ngrit energjin. E sot ne fillojmë ditën e parë, do ketë edhe dhurata, natyrisht çdo ne të kemi një dhuratë, do të premte ne kam lënë një dhuratë pak më të madhe për dikën prej juve, edhe vërtet jam shumë e lumtur për të gjithë ata që kanë me fitu, përpos që e keni një dhuratë shumë të madhe prej meje që jam live me juve 5 net. Kjo është një menoj, besaj, ndjej, një dhuratë e fuqishme, sepse live ndjehet energjia. Ma ndryshe e din këta ta akademisë, kur jemi në takime, kur jemi 2-3 orë bashk, vërtet ndjehet energjia. Ndjehet qartë energjia, e ma kur t'i shohim njerëzit tu transformu, kur i shohim njerëzit të na fol live se si kanë qenë dhe si janë tash. E nuk po flas për retreat sepse jemi 7 ditë aty live krejt ditën me yoga, meditim, hipnoza, disa orë meditime, kështu që dihet çfarë ndryshimi i energjisë. Natyrisht se do një spjegim pak ma gjatë, por unë do e bëj bashk në meditim spjegimin, sepse gjithçka jashtë ndikon, çdo gjë ndikon në energjinë tonë, gjithçka është vibrim, gjithçka është energji, gjithçka është frekuencë. Edhe unë vetëm t'ja nali pak këtu zani se për shoj një muzikë kështu. Yes. Sot do e bëj meditimin lidhja me energjinë e universit, pra do fillojmë sepse kalon disa minuta, ne do i bëjmë nga tani të gjitha me sy mbyllur, qëndroni deri në fund, sepse në fund do ju jap ushtrime që do i bëni nesër. Qëndroni sepse kam dhurat për dikan nga ju, po ashtu ushtrime që do i bëjmë bashk. Sot do e fillojmë vetëdijshëm, qëllimisht me qëllim, do të thonë basi ta ngrisim energjinë, ta bëjmë meditimin bashk, atëherë kemi me manifestu diçka në realitetin ton fizik. Okej, po uli pak zanin. Do manifestojmë diçka qëllimisht që me e pa dhe ju se ju tërheqni. Ju jeni energji dhe ju mundeni me tërheq diçka në realitetin e juve. Do ju tregoj në fund, nëse unë futëm në frekuenca tjera, ma kujtoni këtë që do e bëjmë bashkë, për ndryshe vërtet keni me e pa dhe jo, e disa kam thonë, wow, Valentin vërtet po funksionan, nëse na japim fokus, japim energjini dhe shka, atëherë na mujmë me tërheq në realitetin tonë. Bukur, për të gjithë ju të rritë, është rritë dukshëm numri i njerëzve që ndjekin këto mësime, që ndjekin spiritualitetin, zhvillimin personal, që merren me veten, ju tham që të filloni pak ma shumë, nëse jeni të ri në këtë drejtim, të shkoni në YouTube, të shikoni videot e mia, meditimet,
t'i bëni meditimet, të kuptoni për fuqinë e mendjes, për fuqinë e brendshme që gjithë cili prej juve e ka. Lamba. Kështu që keni kujdes çka mendoni, sepse gjërat realizohen. Mu kanë realizu krejt ato që kam dasht, e sidomos personi që unë jam sot. Unë du m'ju thonë një diçka, njerëz. Nëse am dëgjoni mirë, dëgjohem mirë, nëse unë kam ndryshu prej një personit depresion, me probleme me shpinë, probleme me gjëndra tiroide, probleme me gjakun, probleme të ndryshme shëndetësore, burnout, sistemi nervor vegetativ jashtë kontrole, për një personit viktim, negativ, ka njëherë më vjen keq, sa i kam munu dhe njerëzit për rreth me gjendjen që kam qenë. Nëse unë prej ati person jam shëndru në këtë personin që jam sot, atër krejt ato dije jam të javë dhane dhe juve se si me e bon. Të gjitha jam të javë dhane dhe juve se si me e bon. Mos me këqër një vetlan. Bukur. Atëherë, tani ne do bëjmë me sy mbyllur, mos më shikoni mu, mbyllni syt, mos më shikoni vetullat. Mbyllni syt, sepse vërtet brenda 5 ditëve, edhe me ushtrimin që kam javë dhënë, sot në fund, edhe me ushtrimin që kam javë dhënë, edhe me gjona që kemi me bo bashk, edhe meditimi, kam ju ndihmu me ngrit energjinë, e kur ta ngrit një energjinë, ju vinë gjona që janë energji të lartë. Do të thonë, ti je këtu, gjonat që ti don janë këtu. Për me tarë këto gjonat që janë këtu, ti duhesh me ngrit energjinë. Gjithçka është vibrim, gjithçka është frekuencë, gjithçka vibron, gjithçka ka frekuencat e vet, energjinë e vet. Bukur. Një diçka, unë me zi pres, sepse vërtet do jetë, dua t'ju tregoj sepse disa hala nështë nuk e kanë pa edhe që e kemi postu kursin Inteligjenca Financiare që e fillojmë javën tjetër të hanën. Ai kurs do jetë vërtet tjetër nivel. Dhe edhe nëse dikush për juve e ka bë kursin Inteligjenca Financiare ma herët tek unë, këtë herë do jetë më ndryshe. Këtë herë do jetë vërtet më ndryshe. Sepse unë nuk jam ma njëjta, sepse energjia jeme ka ndryshu dukshëm, sepse gjithçka ka ndryshu në jetën teme. Kështu që ju preferoj ta bani, jo vetëm për financës, sepse aty do flasim për fuqinë e krijimit, për ndryshimin e emocioneve, ndryshimin e bindjeve, mendimet e njerëzve të pasur, do më thonë, ligjet e krijimit në përgjithësi. Kështu që lumët ju, lumja unë, që do bëjmë këtë rrugtim bashk. 3 javë intenziv, do më thonë, çdo ditë kemi prej të hanës deri të premten kurs. Fillojmë të hanën. Tani, fillojmë meditimin, unë do i naloj komentet, do e kthej dhe një pamje, sepse disa hapin sytë dhe më shikojnë mu, nuk do me më shiku mu, ju duhet më koncentru të vetja, të frymarrja, thjesht i dëgjoni fjalët e mia. A është zëri kështu mjaftueshëm i muzikës? Dhe a dëgjohem unë mirë, ma konfirmoni, sepse do i ndaloj komentet. Bukur, të gjithë ju që dëshironi vërtet me marrë pjesë në kurs, vetëm e keni këtu numrin, mundeni me na shkru. Fillojmë tani sepse do e ndjeni këtë meditim. Do e ndjeni. Dhe të kam pastaj edhe kohë, mja dhonë edhe ushtrimet, edhe gjona që kemi me i bo bashk. Dëgjohem kështu shumë mirë, edhe unë edhe muzika. Super. Hajde njerëz të mrekullueshëm. Bëuni gati për meditim, mos ma bani shtrim këtë meditim, sepse do bëjmë lidhjen me qiellin dhe tokën, sepse sot do me një energji universale. Do bëjmë lidhjen
lidhjen me qiellin dhe tokën dhe do fokusohemi pastaj tek qendra, tek zemra. Bukur, jo mushtri. Këtë meditim e bani ullun. Okej? Unë do ndalë komentet dhe do e ktheja nej, sepse nuk du dikush hapsyt dhe më shikon mu. Mos më shikoni mu, meditoni. Unë du që këto 5 ditë ju vërtet ti ndjeni këto meditime, ta ndjeni energjin, ta ngritni energjin dhe ta shihni se kur jeni në vibrimet larta, në energji të lartë, ju vinë tjera gjana në jetë. Ka të bëj gjithçka me energji. Bukur. Hajde unë tani po i ndaloj komentet. Funksionoj. Bravo Valentina, mësove. Bukur. Tani fillojmë, bëhuni gati për meditim. Mbyllni sytë. Energjia është gjithçka. Gjithçka rreth nesh është energji. Çdo qenie gjallë dhe çdo objekt lëshon fushë energjike që ndikon në mirëqenien tonë fizike, mendore dhe shpirtërore. Nëse duam të kemi më shumë vitalitet, qartësi dhe harmoni, duhet të mësojmë të lidhemi me burimin e pafundme të energjisë universale. Universi ka 2 burime kryesore të energjisë. Energjia qiellore e qiellit. Që është burimi i dritës, qartësisë dhe frymëzimit shpirtëror. Kjo energji rrjedh nga qielli, dielli, yjet dhe dimensionet e larta të ekzistencës, të gjojë, të gjitha këto me sy mbyll. Dhe 2 energjia toksore, burimi i stabilitetit, forcës dhe bazimit. Kjo energji vjen nga toka, natyra dhe rrënjët tona shpirtërore. Që ne jemi të balansum këto 2 energji, duhet t'i lejojmë të rrjedhin në trupin ton. Kur jemi të shkëputur nga to, ndjejmë lodhje, stres, konfuzion, ngarkesë. Dhe këto mund t'i forcojmë, duke u vedisu për trupin dhe frymarrjen, duke kalu më shumë kohë në natyrën, duke praktiku meditime që na lidhin me qiellin dhe tokën. Tani me këtë meditim që do e bëjmë së bashku, do të mësoni një teknik të fuqishme për të ndjerë dhe përthithur energjinë universale, që të keni energji mjaftueshëm, të ndiheni gjallë, të ndiheni mirë, vital, dhe të keni energji të krijoni të gjitha ato që ju dëshironi. Tani vëmendjen mbaje të frymarrja jote. Ndiq ritmin e saj, pa e ndryshu, thjesht vëzhgo si hyn dhe del ajri nga huna. Thjesht je një vëzhgues i frymarrjes. Ndiq ritmin e saj. Pa pas nevojë me ndryshu, thjesht vëzhgo se si hyn dhe del fryma. Merr tani një frymarrje të vetëdijshme, të thellë
dhe liroje shumë ngadalë. Përsëri je vëzhguese e frymës, frymarrjes, lere thjesht në ritmin e saj, pa e ndryshu, thjesht vëzhgo. Vere se si trupi po relaksohet. Ndjeje se si lëshohet me çdo lirim të frymës. Lëshohen, relaksohen gjitha muskujt. Ndjeje. Tani ngadalë fillon e lidhesh me energjinë e tokës. Imagjino se nga këmbët e tua dalin rrënjë të forta që shtrihen thellë në tokë. Dhe ndjeje tani me çdo frymarrje si energjia e tokës ngjitet lart përmes këtyre rrënjëve, duke mbushur këmbët, legenin dhe shtyllën kurrizore me një ndjenjë stabiliteti dhe force. Lidhu me energjinë e tokës, ndjeje stabilitetin dhe forcën. Ndjeje se si energjia tokës ngjitet lart, të jep stabilitet, forcë. Ndjeje stabilitetin, forcën. Ndjeje në krejt trupin tënë. Tani lidhu me energjinë e qiellit. Imagjino një dritë të ndritshme mbi kokën tënde, si një burim drite kozmike që vjen nga universi. Ndjeje se si kjo dritë rrjedh poshtë përmes majës së kokës, duke mbush gjithë trupin tënd me qartësi dhe paqë. Leri këto dy energji të takohen në zemrën tënde. Me çdo frymarrje ndjen harmoni midis energjisë qiellore dhe toksore, duke u balancuar brenda teje. Ndjeje se si zemra jote, burim i dashurisë, i paqes, balanson këto dy energji. Ndihesh i mbushur me paqë dhe qartësi, i lidhur me urtësinë dhe energjinë e universit.
këto dy energji takohen në zemrën tënde. Burimi pashtershëm i dashurisë, i paqes. Ndjeje këtë energji në trupin tënd. Tani vizualizo vetën se je në natyrë kom zbathur. Ndoshta je duke ecë në një bar të njom, apo dhe zallë, rër. Ndërsa ecën, veshkon ndjesit në këmbët e tua. Ndjeje stabilitetin dhe forcën, ndërsa koka jote qëndron lart drejt, e lidhur me urtësinë, me paqen, me qartësinë, me energjinë universit. Energji ka pafund. Ndjeje këtë harmoni. Ndjeje këtë ndjenjë gëzimi, vitaliteti, jete. Tani mbaje vëmendjen të zemra jote. Ajo i din të gjitha, sepse është e lidhur me këtë energji universale. Ndjen falënderim dhe ngrohtësi rreth zemrës tënde. Kjo ndjenje falënderimit shpërndahet në krejt trupin tënd, në çdo qelizë të trupit. Falënderues, falënderuese për frymën që merr, për jetën, për njerëzit që i kenë jetën tënde, ndoshta fëmijët, partnerin. Ndjen një falënderim të thellë për gjithçka që ke. Ndjeje se si shpërndahet kjo energji falënderimi, energji plotësimi në çdo qelizë të trupit. Është gjithçka që ndjen në këtë moment. Ndjen vetëm energji pozitive. Dashuri, falënderim. Ndjeje se si çdo qelizë vibron energji të lartë pozitive.
rrisim edhe pak më shumë këtë energji të bukur në trupin tonë. Ndjeje se si val nga zemra kalon në çdo pjesë të trupit, në çdo qelisë, ndjenja e paqes, dashurisë, falënderimit. Aty ku ka falënderim, ku ka energji pozitive, nuk ka vend për sëmundje, nuk ka vend për negativitet. Dhe zemra jote zgjell këtë moment të ndjej vetëm dashurinë, paqen, falënderimin. Ndjeje fuqishëm falënderimin në çdo qelisë të trupit. Dhe ndjeje se si rritet energjia jote, ndjeje se si me çdo frymarrje vibron energji pozitive, energji të lartë, që pastron gjitha energji tjera të ulta. Ndjeje këtë harmoninë e krejtë qenien tonë. Shumë mirë. Tani ngadalë në tempon tanë mundesh me i hapë sytë, të ndihesh shumë mirë. Merre këtë energji me vete. Si e keni ndje, është vetëm dita e parë, kështu që nesër e kemi ditën e dytë pastrimi dhe balancimi i energjisë. Shkojmë tani, do ju jap edhe ushtrimet. Do bëjmë edhe një manifestim bashk. Bukur. Keni pas përjetime të ndryshme, kështu që më rëndësi është që të qëndroni këto 5 ditë. 5 ditë, do e shihni për 5 ditë. Do e shihni. Thot dikush, a muj me ndryshu për një 2, po, koha nuk ekziston. Gjithçka varet prej teje sa je gati me lshu, me liru, me pastru prej vetës. E nuk muj me qenë në ankth edhe me qenë falëndërus. Ose je falëndërus, ose je në ankth. Nuk muj me menu pozitiv edhe negativ. Ose je pozitiv, ose je negativ. Dhe nuk muj me i përjetu të dyjat, dy energjit me njëherë. Kështu që na muj me fokus me ndryshu. Por duke u falendëru, duke qenë pozitiv, duke qenë në energjit lartë, ta shëmër diçka interesant. Duke qenë në vibrimet të larta, në energjit lartë, jemi ma afër, vetës tonë të natyrshme, vetës tonë të vërtet. Dhe sa ma afër jemi, s'ka sëmundje, s'ka kufizime, s'ka nuk u banë. Më thonë, sa ma lartë e ngritni energjinë, sa ma lartë e ngritni vibrimin e trupit, qash ma afër jeni shpirtit juve, është në vibrime shumë të larta. Okej. Ajo se çka kena me manifestu bashk, tash kur ta manifestoni ju këta, unë t'ju tham diçka tjetër e ju e manifestoni.
Unë thash do manifestojmë çdo ditë diçka, ju do ma nisni mu në privat, do thonë manifestimin, që ndodh jo më shku në Google edhe me e kërku, por do e shihni dikun televizor, ose do e shihni në natyrë, do e shihni në majic dikujna, ose në çantë, ose dikun, është manifestim, krejt është manifestim. Edhe tada! Këtë herë kam zgjedhur që ta manifestojmë bashkë, por përpara se t'ju tregoj për manifestimin, unë do bëj dhurat, çdo natë kemi dhurata. Çdo natë unë kam me dhuru diçka, që ndroni deri në fund sepse premten e kam një dhuratë shumë të madhe për dikën që vërtet ka me qenë shumë e bukur. Çdo natë do dhuro diçka shumë e bukur. Sonte dikush do e fitoj komplet setin, 5 libra, beson e fuqin tënde, një fillim i ri, ditarin 7 minutësh, jetoj pasur edhe joni ylli i vetë besimit. Më thonë, 5 librat do i fitoj dikush prej juve sonte. Nesër e kemi dhurat tjetër. Ajo, tani do e zgjedhim dikan në komente për librat, e ata se çka kena me manifestu bashk deri nesër, edhe nëse dikush e manifeston në një ditë tjetër, është prap manifestim, por deri nesër në mramje ne do e manifestojmë bashk një flutër të kaltër. Çdo natë kemi manifestu diçka, do të thonë çdo ditë. Deri nesër mramje keni me do të thonë mund ta vizualizoni tash flutrën e kaltër, dhe pastaj dikush e ban lëshimin, dikush e mon fokusin, krejt në varet se thjesht për me fillu me besu se ju krijoni dhe ju tërheqni, dhe nëse ndryshoni fokusin, nëse ju ndryshoni energjin, keni me tërheq tjera gjona në jetë. Detyra tjetër është që kena me bo bashk deri nesër është që për du ta bani, unë nuk mundëm jeni kaq shumë veta, nuk mund të vite gjithë të cili dhe t'ju tham, keni bo detyren, tash mos i bani flutrat këto, për nesër. Mi nisni fotot, please, sepse du që mi ju tregu dhe tjerëve se manifestimi funksionan. Mi nisni fotot kur ta bani manifestimin. Nuk ka rëndësi ku e shihni, thjesht mos shkoni me kërku në Google, nështë dikun TikTok ose në Instagram, e shihni me naj makinë, me naj majic, nështë dikush e ka në shpe, nuk e din, shu që keni me manifestu flutrën e kaltër. Ushtrimi tjetër është, deri nesër, ata keni për nesër kur gjatë ditës do i gjeni 20 gjana të bukra. 20 gjana të bukra që i shihni. Dhe më thonë, do i shkruni 20 gjana të bukra. Dhe ush nuk e kuptoj prap me manifestimin. Do krijojmë vetëdijshëm, do manifestojmë diçka vetëdijshëm bashk, çdo natë do e rrisim energjin, dhe do e manifestojmë një diçka për me a vërtetu ju vetës se ju jeni krijues. Që tash kur ta manifeston dikush këtë lampën a shajtë. Oj, Valentin, na ke thonë flutrën e manifestum lampën. Thjesht, mos shkoni në Google se shihet sa është e Google, për si ta shihni dikun bani fotografi dhe nismani mu. Bukur. 20 gjana të bukra, gjatë ditës keni mu fokusu me gjetë gjana të mira, dhe bukra, edhe me i shkru, 20. Edhe ato, deri në fund ditës, mi nisni privat. Do bëjmë bashk këto 5 ditë do e ngrisim energji. Thjesht ta ndryshoni fokusin. Bukur. Që do me thonë, kur e she aurën e dikuj tjetër, je qash në vibrime larta, sa që ti mund është me i lexua energjit, nuk i she ma veç fizikun, por edhe lexon energjin e dikuj tjetër. Dhuratën, tani dhuratën, shkojmë me dhuratën. Do thonë manifestimin e banëm, 20 gjana me i shkru. Bukur.
po si t'i gjejmë 20 gjana, keni aq shumë gjana të bukura, por nuk do filloni me i pa, unë du që ju me fillu me i pa ato, unë du që ju me fillu me shiju gjithë shka keni, gjana të vogla të përditshme, tek grupi channel që e kemi, Beson në fuqinë tënde. Aty ja kam nisë sot një tekst. Janë njerëzit të fokusum aq shumë me shiku gjana jashtë, me po gjana të mëdha. Jetën e përbejnë gjana të vogla, por pamja jote për ato gjana të vogla, sepse na japim gjithë shkajt kuptim. Kur ti fillon me po, wow, një lule, që pas ka ndo lule, qëre, sa bukur natyra, sa bukur, kur ti fillon me pa botën me ato, me syt, gjyrvjollës, ose me pa botën me ngjyra, me pa gjana të vogla të bukura që janë gjithkund rreth nesh. Ti fillon me vibru ndryshe, fillon me ndje ndryshe. Okej? Bukur. Okej, atëherë ne për ndryshimin e energjisë njerëz, për gjona që ka manifestu krejtë në jetë, mujmi u fol, jo 4 orë, po me orë, po për këtë është akademia ku aty keni gjitha të kurse, gjitha të takime që kemi bo bashkë, terapia direkt me njerëz. E shihni se si lirojnë njerëzit emocione, si kalojnë në tjetër energji, shihni live, takime që i bojmë aty, ma gjata, me hipnoza, me terapia, me spjegime tani në akademi, kemi fillu të bëjmë spjegime të shkaqeve të çdo sëmundje, sepse gjithçka është shkak pasoj, dhe lirimin, meditim për lirimin e asaj sëmundje, blokade që është në trupin tanë, sepse një trupi shëndetshëm është natyra jonë, më thonë, është e natyrshme të jemi të shëndetshëm. Dhe ato i keni në akademinë, vërë akademi. Bukur, shkojmë, unë komentoni diçka dhe direkt do zgjedh një person që do i fitoj 5 librat. Okej, kanë me gjetash. Kur thoni shumë kam dëshirë me pas diçka, vibroni se keni. Dini si kam fillu me o bo disa postime shumë të shkurta, ku unë tham, mos e thuj kështu, po thuj e kështu. Ne krijojmë kur flasim njerëz. Ne krijojmë. Kur ti i thu, o Zot, një mos me pas frikë. Qa po dëgjon ndërdia jote? Frikë. O Zot, faleminderit për paqen, për dashurinë, për këtë energji të mrekullueshme që e ndjej në trupin tënd. Dhe çka aktivohet mrena trupit tënd? Janë sugjestione. Fjalët kanë fuqi. Dhe kur thuni u pe duni diçka, ose please, ama, o Zot, ama një diçka, ti jetu lutje të vibru mungesë. Ti thu faleminderit për këtë arsye ndryshimi i fokusit, falenderimi për shumë gjona që keni në jetën juve, kam jam rrit energjinë, kam jam ngrit energjinë e juve, dhe sa ma shumë një falenderus, sa ma shumë vibroni falenderim, aq më shumë keni me marrë të mira, më shumë të mira për të qenë falenderus. Sepse është ligj i natyrës, ashtu si vibrojmë, ashtu tërheqim në jetë. Për këtë arsye falenderimi kam jam ndryshu shëndetin, kam jam ndryshu komplet jetën. Tash mundet me thonë dikush, a ka ose a ekziston një metodë, ose cili është metoda ma fuqishme për me dalë prej energjisë negative, për me dalë prej ankthit, për me dalë prej frikave të ndryshme, për me dalë edhe prej shumë sëmundjeve. Është falenderimi, nuk ka teknikë më të fuqishme, po kur e keni fokusin në mungesa, kur e keni fokusin në ankesa, kur e keni fokusin aty, ato jeni të i kriju. Për arsye ndryshimi i energjisë me falenderim. Çdo natë kur të bëjmë
këto teknika, këto metoda, me meditim, në fund kemi me falenderu për me ngrit energjinë. Ok, nails care by Shirley. Kjo e ka fitu librat. Nuk ke me energji, është manifestim. Na shkruj, unë ke fitu setin e librave, beson e fuqin të ndë një fillim i ri, ditari 7 minutësh, jetoj pasur edhe janë yllive të besimit, urime. Nesër do ndajmë një dhurat tjetër, super të fuqishme, çdo natë kam me pas dhurata, deri të premten. Ok, atëherë unë ju uroj një natë të qetë, të bukur, plot dashni, plot falenderim, e shifemi nesër në ora 21 me një meditim shumë të fuqishëm, pastrimi dhe balancimi i energjisë, të bëjmë pastrim dhe balancim të energjisë së trupit. Nuk do shkojmë me traumë, nuk do shkojmë me terapia, do shkojmë vetëm në ngritje të energjisë, sepse mujmë me kalu në një tjetër realitet paralel, vetëm duhe ngrit energjinë duke ndryshu fokusin. Okay? Pastaj, me një energji, është diçka interesant, çka ndodh, se deshta me ikë, po edhe ç'ta tjerë thënë. Ndodh një diçka se kur të arrisim energji, kur t'jemi në energji më të lartë, edhe të kalume në shohim më ndryshe. Sepse ti e sheh nga energjia në të cilën ti je për momentin. Më thonë, kur ti ngrit energjin, edhe në sfida kime po ndryshe, edhe në gjëshka që të ka ndodhur, kime po më ndryshe, sepse ti sheh prej energjisë ku ti je. A dini sa rëndësishme është me ngrit energji? A dini sa rëndësishme është me jetu të balansum, me jetu të plotësum, me jetu vital, të lumtur, me jetu plot falënderim? Kjo është ajo, njerëzit e lumtur janë njerëzit. Janë ata që falënderohen. Për këtë arsye janë edhe të lumtur, sepse janë falënderues. Okay? Ok, unë po e len live sonde, nuk e dija do i la dhe në tjera, por tjeni nesër mrama prezent në ora 21. Ju përqafoj shumë, gjumë të amel, shimi nesër, ju përqafoj të gjithëve. Hajde shihemi nesër se mbeta të derat, ju thonë natën e mirë. Po dhe tani na thot virusi gjithmonë mohabetin të dera, kështu që natën e mirë, ju përqafoj shumë, gjumë tamel, ju du shumë.